Ky projekt ligj ka për qëllim të përcaktoj sakt kornizën ligjore për vendosjen e masave të përkohshme proporcionale për produktet themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg. Me synimin mbrojtjen e konsumatorit dhe interesit publik, si dhe vendosjen e një mekanizmi të ri, të pavarur, institucional dhe procedural për menaxhimin e situatave që vijnë si rezultat i luhatjeve të theksuara të çmimeve në treg. Gjatë hartimit të këtij projekt ligji, janë marrë në konsiderat rekomandimet të dhëna në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës në lidhje me ligjin paraprak, i cili ishte i konsideruar në papajtueshmëri me disa nene të kushtetutës, më konkretisht me nenin 7, me nenin 10, me nenin 119 të kushtetutës së Republikës. Andaj, ky projekt ligj merr në konsiderat këto rekomandime dhe përcakton 2 lloje të masave të përkohshme: caktimin e marzhës tregtare për shitjen me shumicë dhe pakicë, si dhe caktimin e çmimit maksimal të lejuar nga operatorët ekonomik. Kjo për faktin se një numër i masave të tjera në ligjin paraprak janë masa që bien drejt për drejt në kompetencë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit përmes ligjeve ekzistuese, më konkretisht përmes ligjit për tregtinë e brendshme. Ndërsa sa i përket vendimmarrjes, për këto masa parashikohet themelimi i një bordi të pavarur për masat e përkohshme për rregullimin e çmimeve, i cili do të emërohet nga Kuvendi i Republikës dhe do t'i raportojë atij, më konkretisht këtij komisioni. Në projekt ligj janë përcaktuar edhe kushtet për emërimin e anëtarëve të bordit, kompetencat si dhe procesi i vendimmarrjes. Projekt ligji ndërlidhet ngushtë me prioritetet e qeverisë së Republikës, duke kontribuar në mbrojtjen e konsumatorit. Gjithashtu, hartimi i projekt ligjit është i paraparë edhe me agjendën legjislative të qeverisë së Republikës vitit 2026-2028, i cili është miratuar edhe në mbledhjen e dytë të qeverisë së Republikës.